Për herë të pest të rruga Caralev shtime të ky segmenti rrugor, që është krejtësisht i shembun. Qërën i asfaltin këto. Si me dollë Godzilla po duket. Qërë, mropa, qërë që ndodhe? Nuk është hera fort, unë javë, 2 javë, jave të kësëshën kur raport. Po çështja Caralevës, unë mendoj që procedurat janë edhe përveçse që shumë shpejt kanë fillu prokurimi për me bo procedurën më të shpejt. Kom qenë vazhdimisht, këto vazhdimisht kom marrë premtime, shumë vonesa burokratike, jom tepër i lumtur që sot kanë fillu punimet për rehabilitimin e kësoj qysh me qujt, kësoj ure, kësoj rrugë, e cila ka vite që është në këtë gjendje. Qysh po e sheni ka fillu këto me u punu, me u kriju një bypass ku kanë ka me ju mundcu me kalu vozitësve derisa është duke u punu në këtë pjesë. Ka logjistik këto, janë të i vendos aktualisht sinjalistikat, sot është dita e parë e punimeve, kështu që s'është ndodhur diçka shumë e madhe përveç largimit të kubzave edhe tansoreve, pak ma poshtë janë të i vendos sinjalistikat. 65 ditë na thojnë jashtë mrapa kamera persona përgjithës që punojnë kompanin projektuese këto që kanë afat për me përfundu këtë projekt. Këto ka me u kriju në bazë të asoj gjithmonë që kanë afan personat mrapa kamerave, personat përgjithës të autorizum për me fol, ka me u kriju një muri rreth 6 metra i lartë, në mënyrë që me fortifiku pjesën anësore të ujet, lumit ka qarkullon kënej, e i cili e ka gry ma herët asfaltin edhe pjesën e but për fundi asfaltit, duke shkaktu fragilitet poshtë që eventualisht normal mungesë dhe të mirëmbajtjes ka përfundu me shembjen e kësaj pjese, këtij segmente. Qëto operimet e mia në teren kishin qenë gati të pamundura, mos kish qenë Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet derivatet, naftën, benzinën, ku të shini Delta Group heni patut, po ashtu posta Easy, posta më serioze në Kosovë. Super shërbim ndaj klientit, nëse i shkruan postës Easy në Instagram, e kupton çka do me thonë shërbimi ndaj klientit edhe çfarë rëndësie i jepet këtij departamenti, e po ashtu super shpejtësi ndërgesa pastaj. Çka do që lidhet me postë, do me thonë top tier e keni shërbimin prej postës Easy. Zotni, jo jetoni në shtime, a? Po. Ju bjen me kalu për çdo ditë që të rrugë? S'pako 2 herë në ditë. 2 herë në ditë. Sa e keni pas problematike të e marrë parasysh segmentin rrugor i cili ka qenë krejtësisht i shembur tash e sa vite? Po në po besoj që këtë tani më nuk është lajmë. Po. Sepse i ka kalu të gjitha përmasat të durimit. Me gjitha të unë e tamë shëqërzat, marë parasysh funksionimin e sistemi se si funksionon këtu, tamë shëqërzat që i kemi gazetarë të dëmtus. Për ndryshe shumë gjona kishin me mbet, pezot kishin me mbet të pa kryne. Shika, kjo rrugë është pothuajse e lidh gjithë terrenin e Kosovës, pavarësisht që janë hapa autostrada. Është një ta quajmë një rrugë lidhëse për krejt territorin e Kosovës. Përveç asaj ka emër Gryka Caralevës. Kjo është bëha tepërt. është bëha bajatshme. Por, po marr guximin me thonë emën të shumë qytetarë, ju falenderoj që i keni ngritë shumë herë këtë shqetësim.